Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Kosovës është kundër zgjedhjeve të reja të parakohshme. Në fillim të mbledhjes së qeverisë Albin Kurti kujtoi se zgjedhja e presidentit mbetet detyrë kushtetuese e të zgjedhurve të popullit. Sipas tij, kjo situatë kërkon vullnet për zgjidhje dhe kompromis politik, duke shtuar se asnjë parti nuk mund të pretendojë sigurimin e 80 apo më shumë deputetëve dhe se diskutimet duhet të zhvillohen mbi bazën e rezultatit zgjedhor dhe në interes të vendit. Kurti ka theksuar se Kosova ka nevojë për stabilitet institucional, parashikueshmëri, duke rikujtuar se qytetarët kanë votuar më 28 dhjetor për një mandat 4 vjeçar dhe se qeveria së shpejti do të sjellë për miratim programin qeverisë 2026-2030. Sipas tij, një cikël i ri zgjedhor nuk do të sillte ndryshime të mëdha në rezultat, por do të vononte proceset dhe do të krijonte kosto shtesë për shtetin. Zgjedhja e presidentit është detyrë kushtetuese e të zgjedhurve të popullit. Kjo kërkon vullnet për zgjidhje, gatishmëri për kompromis dhe vendime jo të lehta. Ne e dim që nuk ka parti që mund të pretendojë se i fiton 80 e më shumë deputet. Andaj duhet të pranohet rezultati i zgjedhjeve dhe nga ato pozicione të zhvillohen diskutime të sinqerta e të arsyeshme në interesin më të mirë për vendin tonë. Ne jemi të hapur për zgjidhje e cila i përgjigjet vullnetit qytetarëve. Shteti ynë ka nevojë për stabilitet institucional, veçmas në këtë kohë të trazuar nga zhvillimet e tensionet gjeopolitike. Por përtej kësaj ka nevojë për një stabilitet dhe parashikueshmëri, sepse qytetarët kanë bërë zgjedhjen e tyre në 28 dhjetor, pra para vetëm 113 ditësh. Qytetarët votuan për 4 vjet dhe në përputhje me vullnetin e tyre, së shpejti do ta sjellin për miratim programin qeverisës 2026-2030. Jemi të bindur që një cikël i ri zgjedhor nuk sjell ndryshimet në rezultat, por mund t'i vonoj punët e mira dhe të na humbas mundësi e fonde, si dhe të krijoj shpenzime të tjera të panevojshme, duke filluar nga së paku 10 milion euro për KQZ. Qeveria e Kosovës miratoi projekt ligjit për ratifikimin e 3 protokolleve shtesë të marrëveshjes së tregtisë së lirë të Europës Qendrore, përfshirë protokollin për tregti në shërbime, protokollin për aderim dhe amendimin e marrëveshjes, si dhe protokollin 7 për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ministri e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusare Lila, theksoi se miratimi i këtyre protokolleve përbën një arritje të rëndësishme për vendin, duke nënvizuar se për herë të parë ato do të miratohen në Kuvendin e Kosovës pa përfshirjen e UNMIK. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ish presidenti bulgar Rumen Radev fitoi zgjedhjet parlamentare me 44.58% të votave. Programi i tij prorus kundër korrupsionit rrezikoi një konsensus të fortë midis votuesve të vendit më të varfër në Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave jo përfundimtare, ky rezultat i jep koalicionit Bullgaria Progresive të Radevit, udhëhequr nga 62 vjeçari, shumicën absolute prej të paktën 132 mandatesh në parlamentin me 240 deputet. Radev, i cili ka udhëhequr vendin në vitin 2017 deri në vitin 2026, dha dorëheqjen në janar për të kandiduar në zgjedhjet parlamentare dhe fitoria e tij i jep kartën për formimin e qeverisë së re. Një fitore shpresë i vlerësoi ish presidenti bulgar Rumen Radev zgjedhjet parlamentare pasi u numëruan 60.79% e votave. Ky rezultat, siç u raportua në faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lejoi Partisë Bullgare Progresive të siguronte një shumicë absolute në parlament me afërsisht 45% të votave dhe të paktën 132 nga 240 vende gjithsej. Bullgaria Progresive ka fituar pa më dyshe një fitore shprese mbi mosbesimin, një fitore lirie mbi frikën, u tha Radev gazetarëve në Sofje. Më besoni, një Bullgari e fortë dhe një Europë e fortë kërkojnë mendim kritik dhe pragmatizëm. Europa ka rënë viktimë e ambicjes së saj për të qenë një udhëheqëse morale në një botë me rregulla të reja, deklaroi ish generali i forcave ajrore. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut ironizoi pjesëmarrjen e ulët të bullgarëve që jetojnë në Maqedoni në zgjedhjet parlamentare në Bullgari. Pas publikimit të shifrave zyrtare, Istria Miskovski deklaroi se edhe pse fituesi Radev po odhte se në Maqedoni jetojnë
Mbi 200.000 bullgar në zgjedhje kanë dalë vetëm 250. Pres që qytetarët bullgar, të cilët votojnë në Bullgari, do të zgjedhin kryeministër, i cili do të jetë i orientuar drejt Europës për marrëdhëniet e mira ndërfqinjësore dhe në vend të çështjeve bilaterale do të përkushtohet në vlerat e vërteta themelore europiane dhe jo të kontesteve bilaterale që burojnë nga mesjeta, deklaroi Istria Mickovski. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.